Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar tek Egli Tako. Egli Tako, një personazh shumë i preferuar, një vajzë shumë e dashur në fakt për të gjithë shqiptarët, duket që edhe në vazhdimsinë e saj, edhe në ditët në vazhdim, merr shumë dashuri dhe merr shumë pasion nga fansat e saj. Do kujtoj pak momentin kur doli lajmi që Egli do t'ishte pjesë e televizionit. Të gjithë të shokuar, asnjëherë nuk e kishim parë Eglin në këndin e moderatores. Të gjithë mbetëm me sytë të hapur dhe veshët të hapur për të dëgjuar se çfarë po ndodh, por Egli Tako në emisionin Yes Day, një emision që vjen çdo të diel, domethënë një rubrik brenda emisionit të diel në Top Channel, në rubrikën e saj Yes Day, po korrë një sukses të papar dhe po merr një dashuri të pafund. Ajo ka publikuar disa fotografi që janë bërë shumë virale dhe vazhdojnë të komentohen se si fansat dhe ndjekësit e presin në çdo javë Egli Tako në Top Channel. Ndonjëherë do mund të duken edhe të pabesueshme se si mundet që çdo javë në Top Channel të shkojnë buketa me lule, të shkojnë dhurata të ndryshme në kuadër të personazheve të cilët fansat i kanë me qef. Por kjo është e vërtetë sepse ky fenomeni ndodhte më herët edhe me Kiara Titon. Për shembull, Kiara çdo të mërkur në televizionin Top Channel merrte dhurata, merrte lule, merrte surpriza pafund nga ndjekësit e saj, të cilët e admirojnë, e duan dhe e mbështesin Kiarën në rrugtimin që Kiara bën. Egli Tako po ndodhet në të njëjtën fazë, domethënë fama që Egli ka, kureshtja e madhe që fansat kanë drejtuar Eglit, dashuria e madhe që kanë për të, forma të ndryshme që bëjnë për të atakuar Eglin dhe për t'i qëndruar pranë, e bëjnë që Egli Tako të jetë e befasuar, e shokuar dhe domethënë të mbetet pa fjalë nga gjitha ajo dashuri e madhe që jepet për të. Egli ka dashur që këto momente fantastike, këto momente private dhe këto emocione që Egli merr nga fansat e saj, nga njerëzit që e duan, t'i bëj publike. Ajo ka ndarë këtë fotografi që ju e shikoni, domethënë arusha, lule, surpriza pafund që vetëm fansat din ta pasionojnë Eglin dhe din t'i japin forcën edhe motivin që ajo të ecë përpara. Tani, unë kam thënë që dritarja e vetme e artistëve shqiptar e komunikimit me publikun është Instagrami. Artistët nëpërmjet Instagramit din të komunikojnë me publikun dhe din të tregojnë momentet e tyre, din të tregojnë emocionet e tyre dhe din të japin gjithçka. Egli Tako që në momentin kur është bërë pjesë e emisionit e diel dhe rubrikës Yes Day, domethënë emisionit i cili është përkatës për të, ka filluar të jetë pak më shumë aktive në rrjetin social Instagram dhe po bën një punë pak më të madhe nëpër këto rrjete. Mundohet që në fakt të jetë më atraktive, mundohet që të bën sa më shumë bisedë virtuale me ndjekësit e saj dhe kjo biseda siç duket e ndihmon Eglin që të jetë më e lumtur, më happy dhe të jetë më natyrale dhe më modeste. Ajo që unë kam arritur të kuptoj tek Egli e ka një të veçantë, Egli Tako, që mua më duhet ta them publikisht, ndoshta ka dhe nga ato që janë kundër, sepse u duket sikur është një mbështetje për Eglin, apo u duket sikur unë jam fansi i saj, etj, por unë mundohem që të flas në mënyrë të logjikshme dhe të detajuar për të gjithë ndjekësit edhe për të gjithë artistët në këtë rast. Do me thënë, Egli Tako është artiste sepse ka një lloj fryme brenda saj që në momentin që merr dhurata, merr dashuri, merr pasion, merr emocion, Egli Tako shndrohet në një tjetër personazh, shndrohet në një njerëz të fuqishëm, shndrohet në një njerëz me shumë pozitivitet dhe shndrohet në një vajzë me shumë adrenalinë që do të thënë di të bëj edhe çuditëra. Dhe pikërisht kjo dashuria e madhe, kjo duartrokitja e madhe e publikut e mban artistin në skenë, do të thënë e mban Eglin në skenë. Egli është, siç duket, është fokusuar shumë tek pjesa e emisionit, e bën me shumë dashuri. Është një emision që i shkon natyrës së Eglit, karakterit të Eglit, i shkon njeriu të Eglit si emision,
Por në anën tjetër nuk na flet fare për muzikë. Ka disa javë që publikoi një fotografi me një këngëtar të mrekullueshëm nga Tirana që do të sillte një bashkëpunim, të paktën kështu e lexuam ne në storynë e saj, por siç duket Egli nuk ka përzgjedhur më të merret me muzikë të kohë, por është fokusuar në Yezdej sepse është vërtet një maraton e lodhshme, nga që duhet përgatitjet, prapa skena është shumë e rëndë, duhet skenari, duhet përgatitje emocionale për të dalur në skenë shumë gjëra të tjera që në fakt e përfshin Eglin për të arritur këtë fenomenin e shikueshmërisë dhe dashurisë që ka tek publiku shqiptar. Domethënë Egli Tako po punon me shumë intensitet, por në sferën e muzikës siç duket është larguar pak, ndoshta për t'i dhënë qetësi vetes dhe për të menduar se me çfarë projekti do të vinte. Por unë nga informacionet që kam drejtuar Eglit dhe nga njerëzit e afërt që Eglin e mbështesin, Eglit i qëndrojnë pranë, domethënë ato njerëzit goxha të afërt, kam arritur të kuptoj që Egli do të vi me një projekt muzikor që do të jetë një balad, që flen në fakt në shpirtin e Eglit, sepse ju e shikoni që Egli në të dy puntatat të emisionit të Yezdej ka lotuar, ka qarë. Domethënë është njeriu që ndikohet shumë nga emocionet dhe emocionet janë drejtimi i mendjes, i energjisë, i shpirtit të Eglit në këtë rast. Dhe pikërisht Egli Tako çdo ditë po lufton që çdo gjë të del sa më bukur dhe mendoj që do të sjellë një baladë e cila do të na prek të gjithëve në shpirt, edhe pse nga fotografia Egli duket e veshur me ngjyrë, domethënë me rroba të lëkurës, që nuk kupton që kemi të bëjmë me një baladë të dimrit, që zakonisht tani është koha për t'i kënduar dashurisë, tani është koha për t'ia thënë në fakt disa fjalë dashurisë dhe mendoj që Egli në këtë përbërje do t'jetë e shkëlqyeshme ashtu siç ka shkëlqyer. Ju mos ndaloni duke i dhënë dashurinë, ju mos ndaloni duke e surprizuar Eglitën tonë të dashur, sepse Egli ka nevojë vërtet për dashurinë e të gjithë neve, edhe pse vazhdon të jetë një ndër banorët e Big Brotherit më të spikaturat, më të komentuarat, më të ndjekurat dhe jo më kot është pjesë e televizionit Top Channel, duke e ditur që televizionet shqiptare tashmë luftojnë për të ashtu quajturat klikime, dhe sot ai i cili ka më shumë klikime është më i komentuari, më i ftuari dhe më i përzgjedhuri nga media për të sjellë një projekt dhe një produkt shumë të bukur. Egli Tako domethënë qëndron fuqishëm në skenë, merr dashurinë tuaj dhe ju gjithmonë duhet qëndroni për të parë të bukurat e saj. Ne do të takojmë sërish së bashku, ju na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.